Profesor, një miqësore sot me Vorën, sa ju shërbeu, sa rëndësishme ishte? Jo, është miqësore mirë, është miqësore e cila teston skuadrën më së miri, pra ne jemi një skuadrë e cila do na përmehi pretendente për Superligën, por mendojmë edhe gjithashtu për me konsolidu skuadrën, pra ato mangësi që ne kemi ose që mundena për me bëma më mirë. Them se Vora është një test shumë i mirë, një skuadrë e cila ajo kërkon që të qëndroj në Superligë, dhe ka goxha organizim të mirë, pra ka një organizim ku dallohet lojtarët që ka kualitet dhe një mosh tre si për mu i përgëzoj për punën si kanë bë dhe për punën si po bojnë. Unë jam i kënaqur me testimin, jam i kënaqur me mënyrën se si djemë të sollen fush, nuk duhet harrojmë, ne jemi rreth 20 ditë pas Superligës me përgatitje, pra kemi edhe një kohë mjaft të gjatë për me përgatitë skuadrën. Synojmë me përgatitë, shpresojmë të përgatisim mirë dhe ta justifikojmë gjithë besimin që na shton. Profesor, jemi në intervistë, por tani presidenti Pierin Fushë për ndihlinjen, me qenë se kemi ndihlinjen. Faleminderit, po më qelloj sot ne s'kemi ndihlinje, jemi në fushën e Blerë, jemi në Neshe, gjithsesi shumë faleminderit. Dhe dilinja më mire imi është ajo që presidenti më ka bë duke mbështet fort dhe vazhdon të mbështesin fort me lojtarë dhe duke pas objektiva qarta për një skuadër si që donë, jo vetëm unë, jo vetëm stafi, jo vetëm presidenca, po dhe gjithë qyteti. Profe, i kënaqur me grupin që keni në dispozicion deri më tani? Jam i kënaqur, por kemi për me përmirësuar përsëri. Pra duhet të jemi gjithmonë ajo skuadër e cila me këto pretendime si ka, duhet të synojmë majat dhe duke për me dash me synu majat, këto neshet miqësore janë një test shumë i mirë. Ne do shkojmë në një 10 ditor në Pogradec, pra do ta konsolidojmë skuadrën dhe do të udhtojmë drejt Pogradecit për me mbyll përgatitjet e një përgatitore e cila të tregojë më së miri dhe vlerësimin e gjithë lojtarëve, pra të tregojë më së miri dhe kapacitetet e gjithë lojtarëve. Profesor, jo thatë vetë që prisi sërish ofrime të tjera, ku do t'jenë pikat ku mund ndërhyjet në ato pak vende që kanë bërë? Tani ne kemi një staf i cili është ndërtu duke fillu nga drejtori Malota, të cilin ne kemi një bashkëpunim mjaft mirë. Dhe duke pa këtë bashkëpunim, ne duhet të analizojmë mirë këto neshe miqësore që kemi bë, sepse këto janë një realitet. Megjithatë duhet me rënë qafë dhe çunave sepse nuk e kanë akoma përgatitjen fizike në kampët e tyre. Dhe do të analizojmë ato pikat e cilat ne e shohim se kena akoma probleme, do ndërhyjmë. Profesor, objektivi i besimit dihet, po sa i arritshëm do të jetë. Si e shikon? Futbolli është një sport i cili nuk ka parashikime, pra nuk është një shkencë eksakte, nuk jemi duke diskutu për një matematikë si 2 bën 4, por mendoj se jemi në hapat mirë, kemi bërë një punë shumë të mirë, vazhdojmë me seriozitet me punu, jo vetëm ne si staf ose si ekip, por i gjithë klubi i Bestidhjes. Pra duke pa gjithë këto investime, duke pa edhe gjithë këtë përkushtim, mendoj se jemi okej deri tani. Faleminderit juve dhe faleminderit juve.